Mirë, faleminderit. Kohë e mirë, ditë votimi. Votuam ne, fitoft më i miri. Po, si po kaloni, me qenë se keni me ardhë nga jashtë, si po ju duket koha këtu, po ashtu dhe vendi? Po mirë, ne ndihemi mirë në Kosovën tonë, në qytetin tonë, jemi shumë vite që jemi jashtë, zakonisht në muajin maj qershor vim për pushime, tashmo jemi edhe të pensionuar, me që kemi kry vitet e punës tonat. Po ashtu edhe unë votova sot, ishte një ditë e mirë, shpresojmë që të fitoj më i miri dhe urojmë sukses edhe më të mira për Kosovën. Gjatë kohës sa biseduam prapa kamerave, sigurisht na treguat se si keni qenë pjesë e demonstratave këtu në Kosovë. Sa ka qenë vështirë atëherë, çfarë vështirësish keni kalu, po filloi fillimisht me Juve Zonë? Po, në vitet 81 kemi qenë student, do më thonë jemi pjesëtar të atyre ngjarjeve, të atyre viteve. Nuk ka qenë lehtë në atë kohë, ka qenë, do më thonë, Jugoslavia titiste që kemi pas vesh të këqija nga ajo kohë. Për shkak të këtyre gjërave pastaj jemi detyruar dhe jemi largu, kemi shku jashtë shtetit në Zvicër. Atje është dashur me fillu prej fillimit jetën, do më thonë, unë personalisht këtu kam qenë si pedagoge shkolle, atje kam vazhduar edhe 2 vjet studimet për nostrifikimin e diplomës. Kam punu si pedagoge sociale vitet të tëra, ku veç ka një vit që jam pensionu. Nuk kanë qenë të lehta, po me fëmijë kemi bërë mirë, kanë marrë një rrugë të mbarë. Do me thonë, deshta këtu pak me shtu që po i ndihmë shumë njerëz që po na nënçmojnë ne shumë diasporën, dhe që s'po pajtohemi plotësisht. Po thuaja se as pak, sepse nuk jemi ne vetëm pastrues atje, ose ku ta di unë veç ka familja jeme 5 antarë që i kam 4 diploma universiteti në familjen time. Dhe diploma e vajzës tonë më të vogël është duke ardhur. Prandaj nuk është mirë që të nënçmohet diaspora, po duhet binden edhe pjesëtarët e diasporës që t'i bëjnë për vete, format të tjera, jo duke i nënçmuar. Kjo është mendimi im që po i ndihmë. Ose për shembull ka rast pikërisht tek televizioni juaj që kemi ndëgjuar zotriun Halil Matoshi ku thotë që nuk kanë drejtën e votës diaspora. Pse mos ta kemi drejtën kur Kosova ka pas nevojë, ne kemi qenë të gatshëm. Prandaj e përcjellim ato debatet e tyne. Po përveç debateve, cilin emision e përcjellni më shumë? E kemi përcjell këtë në mesditë që ka qenë pikë të ditës. Po, ka qenë shumë emisioni i mirë, po kohët e fundit s'po e shoh, është ndërprej. Po, çdo ditë nga ora 9. Kisha dashur vazhdoj edhe me zotrin një pyetje. Cili ka qenë viti më i vështirë i jetës juaj? Viti më i vështirë i jetës tonë ka qenë vitet e okupimit. Mirë po, ne si të ri jemi organizu, fillimisht në grupi OMLK-s nga fshati Dobërdelan, si të ri. Mirë po, idenë e ke marrë prej grupeve të Zvicër atje, LPK-s, edhe një herit mas 93-ës, unë e komik se u arran grup i madh shokëve, edhe pastaj me iniciativën ose me propozimin e shokëve mora rrugën për në Zvicër, fillimisht këtu në Prizren, kemi kalu sharin me mikun, Enver Derishën, edhe vllajën e tina, pastaj kemi kalu e prej Tetovës, kemi kalu në Shqipëri, Vlorë, në të vërtetë vlerësoni si vitet më të vështira. Më të vështira aja, edhe viti më i rënd ka qenë ai vit. Kur e kom shu Kosovën mu ka duk se organet e trupit mu hoqen. Mirë po me kohën adaptohet, me shoqërinë, mirë po aktivitetin nuk e kem dalë jashtë. Pare, kem ndihmu luftën, nuk jam pjesëtar i luftës, mirë po kem ndihmu luftën, zakonisht udhëheqja e UÇK-s e ka formue LPK-ja, edhe e kemi mbledhjen e tretë në Ujmir, aty janë marrë vendimet për armatosjen e ushtrisë, formimin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Një ashtu ka vazhduar edhe në Kërçovë, edhe kështu që vendimet janë realizuar sipas planit. Edhe jam shumë krenar për atë kontribut që e kom dhënë në LPK. Edhe formimin e institucioneve ka merit të pakrahasueshme.
natyrisht që edhe mendimin e të tjerëve. Nuk mund me thonë se nuk kanë kontribute tjere. Kjo ishte. Faleminderit shumë. Ne po e dim se kontributi i diasporës vazhdon si në mënyrë financiare, po ashtu edhe me investime këtu në Kosovë. Sa vazhdoni ta ndihmoni Kosovën? Ne ta ndihmojmë edhe tash edhe pas luftës, jemi të organizuar. Po mendoj në format e ndryshme, tash në format financiare, ose tash fillojnë janë bë grupet ndryshme, ose klubet ndryshme, si me thonë, në secilin atë formën e vetë, është bën, po mendoj. Nuk jemi të centralizuar si më herët, sikur vendlindja thret që ka qenë për shembull, edhe 3% në anën tjetër të LDK-s. Mirë po gjithnjë me organizimin e mirëfill arrihen sukseset më të mëdha. Kjo është ajo. Edhe uroj që të vazhdojmë të mirë kuptojmë shoqërinë mes vete, anë kupton grupacione, mjaft i lëm ato. Fyrje, denigrimi i njëri tjetrit nuk na takon neve si shqiptar, anë kupton. Faleminderit për këtë mesazh, i cili sigurisht është motivues edhe për gjithë shqiptarët anë kënd botës ku jetojnë, po ashtu dhe ne që jetojmë